Përshëndetje, mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Shëndet, ku do të flasim për një temë shumë sensitive. Bëhet fjalë për shëndetin mendor të fëmijëve dhe adoleshentëve. Për të folur për këtë temë dhe për ndikimin që kanë teknologjia, rrjetet sociale te këta grup mosha, kemi sot të ftuar në podcast psikologen Milena Turtulli Bregu. Doktoresha, faleminderit, kënaqësi që ju kemi në podcast. Ju falenderoj për ftesën. Për ta nisur bisedën, a mund të na tregoni si paraqitet shëndeti mendor i fëmijëve dhe adoleshentëve sot? A ka më shumë raste se sa vitet më përpara? Në fakt, në punën time të përditshme, unë kam vënë re një rritje të rasteve që prekin fëmijët dhe adoleshentët, sidomos pas pandemisë dhe pas tërmeteve të vitit 2019. Kam vënë re një ulje të moshës që prek fëmijët, pra diagnozave të ankthit, të elementeve të depresionit, të çrregullimeve të sjelljes, kur ndërkohë moshat nuk ishin aq të reja, aq të vogla, kemi arritur që mosha më e vogël, të cilën unë kam trajtuar personalisht, ka qenë 6 vjeç, me simptoma shumë të fuqishme, ankthi dhe atake të forta paniku. Cilat mendoni si janë faktorët që ndikojnë, se ju përmendet pak pandeminë, tërmetin? Sigurisht që ato kanë qenë muaj të vështirë për të gjithë shqiptarët. Por nëse të rriturit kanë pasur të formuara mekanizma mbrojtës, të cilat kanë arritur të sigurojnë të kalojnë në anën tjetër, për fëmijët kjo ka qenë një goditje goxha e madhe. Unë kam vazhdimisht punë me shkollat, me klasat, me stafet psikosociale të shkollave dhe vazhdimisht kur mbledhim formularët në cilët fëmijët përgjigjen, pandemia, tërmetet janë kryefjala e traumave të tyre në këtë moshë. Po për fëmijët që kanë lindur pas kësaj periudhe, që tashmë janë disi të rritura, vëreni që kanë probleme? Problemet që kjo moshë e vogël që ju i referoheni, më së tepërmi janë të lidhura me çrregullime të vogla të sjelljes, të përshtatjes, të mënyrës përballimit të problematikave të vogla të përditshme në lidhje me prindrit e tyre dhe me shokët dhe bashkëmoshatarët. Doktoresha, po teknologjia a është ai një faktor që ndikon në zhvillimin psikologjik të fëmijëve? Më thënë, sot shohim fëmijë që përdorin si televizorin, telefonin në mosha shumë vogla, si ndikon kjo në zhvillimin e tyre, emocional, po edhe psikologjik? Po, është e vërtet. Teknologjia dhe mediat sociale, ndërveprimi me to, ka ndikuar jashtëzakonisht brezin e ri që po vjen. Dhe kjo duket në prurjet që ne kemi çdo ditë në fluksin e rritur, në fluksin e shtuar, prindër të cilët u janë dorëzuar kërkesave të fëmijëve dhe u kanë dhënë telefona, smartphone në mosha shumë të reja, shumë të vogla, pa llogaritur riskjet në të cilat pa dashur, ata e përfshin fëmijën e tyre. Kjo nis me një pamundësi të fëmijës për shkak të mos kompletimit të zhvillimit të tij mendor, psikologjik, emocional, për të përballuar atë çka teknologjia dhe rrjetet sociale sjellin në jetën e tij. Dhe duke qenë kështu, ata përballen me vështirësi të panumërta në rënien shumë të madhe të përqendrimit, në një ulje të pragut të durimit, shpërthime të sjelljes së tyre, pamundësi për të organizuar më mirë kohën e tyre, mërzitje shumë e shpejtë, pra një pamundësi për të shijuar fëmijërinë e tyre. Ata humbasin interesin për çdo gjë tjetër që nuk është telefoni apo iPadi, të lidhura me lojrat që zhvillojnë aty, të lidhura me ndërveprimin që krijojnë aty, dhe kjo është pa diskutim shumë e dëmshme për zhvillimin e tyre. Po për grup moshën e adoleshentëve, si ndikojnë ta mediat sociale? Grup mosha e adoleshentëve sigurisht që ka problematika të tjera që dalin në pa. Ajo që karakterizon adoleshentin është që ndodhet si një ur lidhse midis dy moshave. Pra nuk është më as fëmijë dhe nuk konsiderohet as i rritur. E megjithatë, me rast ai trajtohet si fëmijë i vogël dhe me raste të tjera pretendohet nga ai që të sillet si shumë i rritur dhe shumë i matur. Adoleshenti për vetë prerogativën që e karakterizon
kalon nëpër një fazë ndryshimi shumë të madh, që prek si zhvillimin e tij mendor, pra që nga korteksi prefrontal, riorganizimi i të gjitha rrugëve neurale që atë e përfaqësojnë, dhe sigurisht dhe ndjesive shumë të forta lidhur me hormonet dhe stujit hormonale që atë e karakterizojnë në këtë moshë. Ka një karakteristikë të dyshimeve shumë të larta, të besimit të ulur, të vetëvlerësimit që është akoma duke u ndërtuar, mekanizmave mbrojtës janë ende duke u formuar, dhe nëse në këtë ekuacion me kaq shumë të panjohura ne fusim dhe teknologjinë dhe rrjetet sociale, sigurisht që i kemi dhënë fëmijës një dinamit në dorë, me të cilin ai është totalisht i pambrojtur dhe i paarmatosur dhe nuk është totalisht i zbuluar përpara kësaj arme që i jepet në dorë. Pra teknologjia tek adoleshentët mund të cilësohet si një dinamit. Po, absolutisht po. Shifet si një faktor i rëndësishëm rreziku për zhvillimin e tyre. Është një faktor shumë i rëndësishëm i prezent në jetët tona, nuk është e mundur që ne ta shmangim krejtësisht nga jetët tona, por kjo nuk do të thotë që duhet dhënë pas një lloj kriteri rregullimi, pra të ketë disa rregulla në përdorimin e rrjeteve sociale, në përdorimin e teknologjisë, të ketë orare, të ketë kufizime, të ketë mbikëqyrje nga prindërit. Këto janë shumë të nevojshme për të krijuar një lundrim të sigurt në këtë epokë të re të teknologjisë. Ju përmendet pak kufizimin. Shumë vende në botë kanë nisma tashmë që ndalojnë përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët në 13 vjeç. Në syrin tuaj si psikologe, a mendoni se diçka e tillë duhet ndodhë edhe në vendin tonë, që të ketë mekanizma mbrojtës përveç se prindrit edhe institucionet t'i mbrojnë fëmijët nga teknologjia? Absolutisht, mendoj që po. Shembull flagrant është ai i vendeve nordike, të cilët që në pararoj kur teknologjia dhe përdorimi i device-eve elektronike u përhap në shkallë shumë të gjerë, u përqafua nga shkollat, u bë pjesë e përditshmërisë. Sot ata janë të parët që janë rikthyer metodave të vjetra, komunikimit sy ndër sy, më pak komunikim online, më pak detyra që nuk kërkojnë ndërveprim dhe interakcion midis fëmijëve dhe mësuesve, pasi ata panë që në harkun e 10 viteve nuk patën absolutisht asnjë lloj përfitimi, përkundrazi, patën rënje të performancës, ulje të përqendrimit, ulje të durimit të kohës së punës, gjë që sigurisht atyre u ndezi një sinjal alarmi për ta ndërprerë këtë rënje dhe për t'u rikthyer metodave tradicionale. Doktoresha, një fëmijë, domethënë që nga fëmia deri në moshën e adoleshencës kur i afrohet kur mund të quhet i rritur, a ka një moshë delikate kur fëmia është më i ekspozuar dhe më ndikohet më shumë nga rrjetet sociale, nga teknologjia? Domethënë ka një moshë ku ndikimi është më i madh. Unë mendoj që ndikimi më i madh është rreth moshës 13-14 vjeç. Pra, shihet që në këtë moshë një fëmijë e konsideron e pretendon që të ketë një smartphone, pretendon që ka një privatësi, që askush nuk duhet t'i shoh, që askush nuk duhet t'i lexojë mesazhet, askush nuk duhet të ndërhyjë në atë që ai bën aty. Dhe ky është pretendimi i fëmijëve. Detyra jon si profesionist dhe detyra e prindërve është të sigurohen që ky lundrim do të bëhet në kushte të sigurta. Pra, një fëmijë në atë moshë nuk e kupton pasojën apo rreziqet në të cilat ai e fut veten pa dashur, duke publikuar foto të vetat, duke dhënë informacione sensitive, si për shembull adresën, apo duke nxjerrë online informacione për veten e tij. Gjurma e tij digjitale bëhet një gjurmë që mund të përdoret nga predatorët, patjetër nga grabitçarët e rrjeteve, dhe një fëmijë i pambrojtur, siç realisht është përpara se skuadre të panumërt që punon për ta kapur përqendrimin e tij, për ta kapur vëmendjen e tij në çfarëdo lloj mënyre, me algoritma shumë të fuqishëm, në të cilat ngec një rritur e jo më një fëmijë i vogël. Pra mosha 13-14 vjeç është shumë e rrezikshme.
Okej, po si ndikon ky ekspozimi i vazhdueshëm tek ta? Sepse përveç se bien pre e këtyre që sapo përmendet. Po, dhe këto nuk janë, të biesh pre nuk është gjëja, po themi që ndodh në masë. Janë raste më të izoluara. Ajo që ndodh në masë është një lëkundje e madhe e vetbesimit, e vetvlerësimit që këta fëmijë janë duke ndërtuar, bëhen pre e bullizimit të bashkëmoshatarëve të tyre, bullizimit online, sepse duhet keni parasysh që bullizimi në jetën reale, pra ballë për ballë, është një bullizëm i kufizuar në kohë, pra ndodh në kohën kur fëmia shkon në shkollë, ndërkohë që bullizmi online nuk mbaron, vazhdon edhe pas shkolle. Cilësohet më i rrezikshëm? Është shumë i rrezikshëm sepse është i heshtur, sepse është një bullizëm i cili nuk bërtet shumë, nuk ka shumë shenja fizike, por ka shenja të brendshme që lë tek fëmijët dhe tek adoleshentët. Unë do t'i thoja prindërve që të jenë të kujdesshëm në shenjat që fëmijët shfaqin. Mund na tregoni disa nga shenjat të cilat tregojnë? Në përgjithësi, ndryshimi drastik i sjelljes së një fëmie, pra kur është një fëmijë ekstravert, i qeshur, i hedhur, i lumtur, dhe krejt papritur bëhet i ndrydhur, bëhet i heshtur, mbyllet në dhomë, nuk flet më me familjarët, nuk kalon më kohë me ta, atëherë këto janë zile të heshtura të alarmit, por që prindrit duhet jenë të kujdesshëm që t'i dallojnë ato. Duhet të kenë kujdes që komunikimi nuk është një urë që ndërtohet kur fëmia është adoleshent. Është një urë që ndërtohet që herët në vegjëlin, në foshnjëri e në fëmijërinë e hershme, me momente të vogla, cilësie, komunikim cilësor midis fëmijës dhe prindit. Gjithashtu, një fëmijë që nga i urt, i paqt, i duruar, fillon të ketë shpërthime të humorit, fillon të ketë nervozizëm të shtuar, humbje të durimit, patjetër që ka diçka të cilin prindi duhet të jetë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm për ta kapur në kohë, për ta lehtësuar fëmijën, për të kuptuar çfarë ai po kalon. Do thënë, roli i prindërve është shumë i rëndësishëm në këtë rast. Patjetër, është i pari dhe më i rëndësishmi. Kjo nuk do të thotë që ne lehtësojmë shkollën dhe mësuesit nga roli i tyre shumë i rëndësishëm. Një mësues mund të vërejë lehtësisht në ndërveprimin që nxënësit e klasave të tyre kanë me njëri tjetrin, si në orët e mësimit, ashtu edhe në minutat e pushimit që ata kalojnë me njëri tjetrin. Po në rastin e prindërve, si mund ta menaxhojë një prind kur ai nuk ka vënë komunikim që në vegjëli me fëmijën e tij? Nëse një prind vëre që ka një ndryshim në sjelljen e fëmijës, hapi i parë që duhet të bëj është të mundohet të krijojë një valvulë shkarkimi ku fëmia të ketë mundësi të shprehet. Dhe në përgjithësi kjo nuk është një gjë e arritshme brenda pak minutave, pra nuk mjafton një çake kështu apo pse sillesh kështu në ton akuzator, duhet të ruhemi nga kjo mënyrë e të pyeturit, sikur ky është një faj që fëmia po bën, por më shumë të përpiqemi pse fëmia po reagon në këtë mënyrë. Pra çfarë fshe pas kësaj sjellje. Sjellja është shfaqja, shkaku është më pas, kërkon pakës kohë për ta zbuluar. Sigurisht që mundësia për të kërkuar ndihmë sot është më e madhe se sa kurrë. Ka qendra që punojnë me fëmijët, specialistë në gjithë terrenin që ofrojnë shërbime për fëmijët dhe adoleshentët, sepse prindrit nuk duhen lënë vetëm në këtë, nuk është turp të kërkosh ndihmë, nuk është dështim në prindërim të kërkosh ndihmë. Fëmijët nuk vijnë me një manual përdorimi në jetën e tyre, ndaj ne na duhet të marrim të gjithë ndihmën që na nevojitet. Patjetër kështu duhet të jetë. Doktoresha, po në lidhje me anktin dhe depresionin, sa i pranishëm është ai tek të vegjëlit, tek adoleshentët, domethënë tek ta grup mosha që janë më delikate?
Ankthi është i pranishëm me sa kam vënë re unë, më së shumti në moshat e shkollës së mesme. Pra flasim që në moshën 14-15, atëherë kur fëmijët kalojnë në një fazë ndryshimi, pra riorganizimi të jetës së tyre, ndryshojnë shokët e klasës, ndryshon gjithë ekipi akademik që merret me fëmijën dhe çdo ndryshim që kalon në për cilin ne kalojmë, sill një lloj stepje, një lloj vështirësie në përshtatje. Tek disa fëmijë, kryesisht tek ata që janë më të ndjeshëm, kjo mund të kalojë deri në simptoma të ankthi dhe më pas mund të kalojë në ankth të gjeneralizuar që shfaqet në shumë fusha të jetës së tij, hera herës edhe në atake paniku, të cilat i trembin ata shumë. Kurse depresioni apo elementet e depresionit janë më pak të pranishme, më shumë kemi luhatje të humorit, pra momente kur fëmia adoleshenti ndihet më euforik, më i gëzuar, dhe pastaj ai nuk e di arsyen pse një minutë më pas ndihet i trishtuar, nuk ka besim tek vetja, nuk di ç'do të bëj, nuk di ku përket, ku e ka vendin. Pra luhatjet e humorit janë shumë të shpeshta dhe shumë karakteristike për këtë moshë. Ne kemi vënë re zakonisht që këta sjellje i justifikojnë më se adoleshenti është do i kaloj sa. Mendoni se është normale që të justifikohet kështu? Kjo është gjëja që adoleshentëve u pëlqen më pak të dëgjojnë dhe është shpreha që po, sepse ata kanë nevojë të jenë të konsideruar, kanë nevojë të jenë të kuptuar, kanë nevojë të jenë të dëgjuar, jo të gjykohen. Shpeshherë mjaftojnë kaq pak gjëra, kaq pak elemente për t'i dhënë atyre siguri që ata kanë ku të mbështeten, që kjo fazë do të kalojë dhe nuk kanë nevojë për të rritur që thonë që mëse kjo që ndjen ti nuk është asgjë, duke minimizuar apo zhvlerësuar ndjesitë e tyre. Kjo është gjëja më e gabuar që mund të bëjmë. Domethënë këtu sërish futet roli i prindërve, i psikologëve të shkollës që ti kuptojnë ndoshta më shumë. Patjetër, nëse ne jemi aleat me njëri tjetrin, kërkojmë ndihmë dhe suport tek njëri tjetri, këto sfida të moshës do të jenë më të lehta për të kapërcyer. Doktoresha, unë doja të riktheheshim edhe një herë tek teknologjia, tek përdorimi i celularëve, tek adoleshentët dhe fëmijët. Më shumë tek prindrit të cilët mund të jenë të shqetësuar dhe duan të dinë se si ta menaxhojnë, se si ata të kufizojnë përdorimin e celularëve tek fëmijët dhe si të orientojnë ata që të drejtohen drejt informacioneve më të sakta. Domethënë si mund të bëhet kjo? Shko, fëmijët janë krijesa të rutinës, të këmbguljes, të vazhdimësisë. Pra çdo rregull që vendoset duhet mbajtur. Duhet mbajtur në mënyrë të përditshme, në mënyrë konstante. Pra një rregull që vendoset duhet të vlejë për çdo ditë. Pra nuk mund të respektohet një ditë dhe të shkelet ditën tjetër. Fatmirësisht filtrat e prindërimit për rrjetet sociale, për përdorimin e smartphone-ve janë prezent në treg që nga dita kur smartphone-ët janë lejuar, janë prodhuar dhe kanë dalë në treg. Por ky është një informacion që shumë prindër nuk e kanë. Pra unë do doja shumë që prindrit të ishin, të pyesin, të marrin informacione, sepse filtrat ekzistojnë. Pra ata mund të instalohen në telefonat e fëmijëve tuaj, në mënyrë që ata të mos kenë akses në website që janë të rrezikshëm për ta. Një filtr u pengon fëmijëve që të postojnë foto të tyre, që të hapin aplikacione si Instagrami apo të tjera si këto që mund të jenë të rrezikshme. Po themi një mbikëqyrje e aktivitetit të fëmijës në smartphone-in e tij apo në rrjetet sociale. Çfarë përmbajtje ai konsumon? Patjetër, sepse edhe nëse fëmia ka vetëm një WhatsApp në telefonin e tij, ju duhet të dini që nuk është e rrallë që në grupet e WhatsAppit të fëmijëve në shkollat 9-vjeçare dhe mandej të mesme ka një bullizëm online goxha të shprehur.
Pra ka një bullizëm që shprehet dhe për syrin e një prindi, duket sikur është thjesht një zhargon rinor, sepse ata flasin me kode me njëri tjetrin, flasin nëpërmjet simboleve, nëpërmjet emojit, dhe është pak e vështirë për një prind që është totalisht jashtë kësaj bote për ta kuptuar. Por tensioni që fëmia sjell në shtëpi është mjaftueshëm për të ngritur antenat dhe për të qenë i alarmuar për të parë pse fëmia po vuan. Më thënë, fëmia i manifeston. Gjithmonë. Fëmia nuk është e vështirë për të lexuar. Çdo fëmijë ka mënyrën e vet për të treguar një parehati, minimalisht një parehati dhe maksimalisht një shqetësim shumë të madh, një vuajtje psikologjike dhe në nivel emocional. Pra gjithmonë prindri duhet ta shoh fëmijën se çfarë ka, do të thënë e dallon ndryshimin edhe duhet është syri i parë që mund ta dallojë këtë dhe mund ta identifikojë një problematik apo identifikojë një ndryshim apo identifikon një shqetësim dhe më pas mund të kërkojë ndihmën e aleatëve të tjerë që ja rrethojnë për të marrë më shumë informacion, siç është mësuesit në shkollë, miq të tjerë të fëmijës, vëllezërit dhe motrat e tij, për të marrë sa më tepër informacion dhe më tepër të kërkuar ndihmë në pse jo edhe në specialist përkatës. Po, cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme që bëjnë prindrit në lidhje me fëmijën e tyre që ndoshta edhe mund ta përkeqësojë gjendjen e tyre emocionale, nga praktika juaj e përditshme, keni vënë re? E para mund të jetë koha shumë e pakët që familjet sot kalojnë në gjirin e tyre. Pra koha të cilat familjet shpenzojnë me njëri tjetrin është një kohë shumë e shkurtër, është një kohë jo cilësore, është një kohë kur familjet, kur fëmijët dhe prindrit nuk flasin më për ato që kalojnë gjatë ditës, për çfarë i ka mërzitur, gëzuar apo shqetësuar ata. Dhe ky është gabimi i parë që ne bëjmë. Pra marrim të mirëqen që janë mirë fëmijët sepse ne kemi investuar, diçka në kurse, u blejmë rroba të shtrenjta, u blejmë lodra të shtrenjta, nuk i lëm kohë që të mërziten, organizojmë çdo gjë për ta. Këto janë gabimet kryesore që prindrit bëjnë. Harrojmë që mungon delegimi i asaj që duhet të jetë prindërimi tek gjërat materiale, tek plotësimi i nevojave materiale, plotësimi i kapriçove, në vend se shpenzimi një kohë cilësore me ta. Dhe me që jemi në këta ujra, çfarë mesazh do të jepni prindërve edhe për ta përmbyllur intervistën? Çfarë mesazh doni ju të jepni prindërve se si ata të menaxhojnë fëmijën e tyre për të pasur si ashtu një sjellje të mirë, por edhe një edukim të mirë, një gjendje më të mirë emocionale, psikologjike? Unë mendoj që teknologjia tashmë do të jetë pjesë e jetës tonë. Do jetë pjesë e domosdoshme e jetës tonë, por mënyra se si ne do ta trajtojmë, mënyra se si ne do të sillemi me të, do ta bëjë diferencën. Përpiquni të jepni fëmijës aq sa ai mundet të përballojë. Mos zëvendësoni kohën që ju duhet kaloni me fëmijën duke i dhënë një telefon, një smartphone në dorë. Jini të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në shenjat që fëmia juaj shfaq. Në shumicën dërmuese të rasteve, këto janë shenja të vogla që do të kalojnë, do të kapërcehen. Në disa raste të tjera, mundet që këto të shndërrohen në shqetësime reale, në probleme të cilat do të ndikojnë pa diskutim në të rriturit që ata do të jenë nesër. Shumë faleminderit doktor Resha, ishte kënaqësi dhe për gjithë informacionet që ndat dhe gjitha këshillat, sidomos për prindrit. Faleminderit ju. Faleminderit, mirupafshim dhe mund të takofshim në episodin e radhës.